Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Aktivistja e njohur serbe për të drejtat e njerëzit Nataša Kandić ka ngritur shqetësime serioze për fatin e qindra ushtarëve shqiptar që humbën jetën në rrethana të dyshimta gjatë ushtrimit ushtarak në armatën popullore të Jugosllavisë. Ajo kërkoi nga autoritetet serbe të hapin arkiva dhe të ndihmojnë në zbardhjen e rasteve. Në një prononcim për Radio Rovalir, Kandić theksoi se fondi për të drejtën humanitare në Beograd ka mbledhur të dhëna për shqiptarët që shërbyen në armatën popullore të Jugosllavisë, por ato janë të paplota. Të dhëna tregojnë për rrethana të çuditshme se në kazermat në Serbi ka pasur vetvrasje të dyshuara, tha Nataša Kandić. Situata e sigurisë në rajon dhe mbështetja e sigurisë së Bosnjës dhe Hercegovinës me pjesëmarrjen e armatës së Maqedonisë në misionin Altea si dhe përvoja maqedonase për antarësim në NATO ishin temat kryesore të bisedimeve mes ministrit të mbrojtjes Vlado Mijalkovski me omologun e tij nga Bosnja dhe Hercegovina, Zukan Helez. Dihet një ndikim i caktuar në Bosnjë dhe Hercegovinë nga Federata Ruse. Jam i lirë të them që është ndikim malign. Për ne shtetet e vogla është mirë që të jemi të integruara në aleancën ushtarake si NATO dhe aleancën politike Bashkimi Evropian, tha Zuka Helez, ministri i mbrojtjes i Bosnjës dhe Hercegovinës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Zgjedhjet e pjesëme vendore në Shqipëri do të zhvillohen në datën 9 nëntor. Presidenti Bajram Begaj dekretoi datën për zgjedhjet e pjesëme në 6 bashki. Në zgjedhje shkon edhe Bashkia e Tiranës, ndonse kryebashkiaku i shkarkuar Erion Veliaj ka ankimuar vendimin në gjykatën kushtetuese. Presidenca thotë se kjo nuk e pengon të shpallë zgjedhjet, pasi pezullimi i shkarkimit do të vinte vetëm në rast se Veliaj do të ishte ankimuar në gjykatë administrative e do të kishte një vendim prej saj. 5 bashkitë e tjera të vendit që shkojnë në zgjedhje janë Vlora, Berati, Mati, Tepelena dhe Cerriku. Puç kushtetuese komentoi kreu i grupit parlamentar të Demokratëve Gazvend Bardhi reagimin e presidentit Bajram Begaj mbi zgjedhjet në Tiranë dhe 5 bashkitë e tjera të vendit. Bardhi akuzoi kreun e shtetit si një robot që komandohet nga Edi Rama, ashtu siç kishin parashikuar Bajram Begaj nuk është presidenti i shqiptarëve, deklaron kreu i grupit parlamentar. Në reagimin e tij në rrjetet sociale, thuhet se me shkeljen e rëndë që është kryer ndaj kushtetutës, presidenti i Republikës ka rënuar edhe autoritetin e gjykatës kushtetuese të Shqipërisë dhe themelet mbi të cilat ndërtohet shteti së drejtës. Koalicioni shqiptar Pro Familjes denoncon nismën për miratimin e projektligjit për barazin gjinore. Pastor Akilde Lindita Pano për Media 7 tregojnë disa nga detajet e projektit që në thelb rrezikon dhe mbarvajtjen e shoqërisë shqiptare. Nëse autoritetet vijnë me projektligje të cilat dhunojnë Biblën, dhunojnë fjalën e Zotit, dhunojnë vullnetin e Zotit, vinë të shkatrojnë fëmijët, familjen, atëherë ne duhet ngrihemi për të mbrojtur familjen, duhet të mbrojmë lirinë e besimit, duhet të mbrojmë lirinë e shprehjes. Dhe natyrisht që kemi nevojë sot më shumë se sa kurrë të qëndrojmë bashkë dhe të jemi syçel, i ngjeshur dhe luftojmë luftën tonë besimit. Sipas tyre, projekti nuk e shikon më gjinin si mashkull dhe femër, por si përkatësie shumë fisht dhe ndërthurur, dhe si të tilla deri më sot janë numëruar 72 gjini të ndryshme. Në projektin e parashtruar për miratim parashikohet ndryshimi i gjuhës me ndjeshmëri gjinore. Ligji, sipas koalicionit Pro Familjes, parashikon ideologjizimin gjinor të fëmijëve në shkolla, ndryshimin e kurikulave dhe trajnimet të mësuesve dhe psikologëve nga organizata jo fitimprurse. Nuk duam ta humbasim brezin e fëmijëve tanë. Është një varg në Bibël që thotë ngrije zërin tënd për të pambrojturin dhe për nevojtarin. Kush është i pambrojtur dhe nevojtari? Fëmijët janë të pambrojtur, jetimët janë të pambrojtur, sepse jetimët do të jenë të parët që do të jenë viktima të kësaj agjende dhe fëmijët e familjeve që prindrit nuk kanë shumë mundësi dhe nuk kanë shumë fuqi të ngrenë zërin për ta. Nëse kjo agjendë do të hyrë nëpër shkolla, do të jetë shumë vonë për të reaguar. Në ndryshime sipas pastor Akil Panos është dhe barazia gjinore në sport e cila shkatron meritokracinë dhe diskriminon vajzat. Kjo pasi sipas tij meshkujt transgjinor kualifikohen të garojnë në kategoritë e femrave. Integrimi i transgjinorëve në strukturat e mbrojtjes dhe ushtri është një tjetër ndërhyrje në ligj, ndërsa institucionet vendimarrëse do të jenë të detyruara të respektojnë kuotat gjinore 30 deri në 50% për 72 gjini, ndër të tjera pastor Akil Pano bën thirrje për ta refuzuar këtë projekt ligj si dhe për ta larguar nga vendimarrja në parlament. Të mbrojmë qytetin, të mbrojmë familjen, të mbrojmë kishën, të mbrojmë lirinë tonë. Edhe duhet me çdo kush që ta refuzojmë dhe të bëjmë gjithçka të mundur që ky projekt ligj të dalë nga parlamenti, të kthehet dhe të mos votohet ndonjëherë. Kisha duhet jo vetëm të lutet, por duhet siç kundër dhe Linda tha ta adresojë çështjen siç Gjon Pakzori adresoi, siç Jezus i adresoi, siç apostulli Paul i adresoi. Pra Kisha është shtylla dhe mbështetja e së vërtetës.
Shëndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.